Bismillahirrahmanirrahim. I nderuari nënkryetar Flamur Fetahaj, të nderuar kolegë të pranishëm, nderuar kryemam i Kosovës, nderuar kryemam i Këshillit Kombëtar të Gjakovës, të nderuar efendilerë pranishëm qytetar, më lejoni që t'ua përcjell përshëndetjet e miftiut të Republikës Kosovës dhe njëkohësisht ju falenderoj për mundësinë që na keni dhënë që ne sonde të jemi bashkërisht këtu në një ekspozitë që flet shumë për të kaluarën tonë të dhimbshme, të atyre viteve të dhimbjes kolektive nacionale, në të cilat populli shqiptar vuajti dhe përjetoi masakra, tragjedi dhe gjenocid të paparë. Ndoshta kjo ekspozitë flet më shumë se 1000 fjalë tonat, sepse është vështirë të përshkruen gjitha tmerrët që përjetoi popullata e Kosovës, duke parë vrasjet, masakrat dhe djegjen dhe shkatërimin e objekteve të tyre fetare, me cilat objekte ne jemi identifikuar dhe si popull me kulturë dhe civilizim, duke qenë gjithmonë të zotët i këtij vendi, por për fat të keq, fëmijët tanë dëshiruan që nëpërmjet shkatërimit të objekteve tona fetare të përpiqeshin të zhduknin edhe të kaluarën tonë, të zhduknin edhe identitetin tonë. Andaj kjo ekspozitë, e cila një muaj më parë është përgatitur bashkërisht nga Bashkitë Islame të Bosnës dhe të Kosovës, për të qenë si dëshmi e kohës për shkatërimin masiv të objekteve fetare që kanë ndodhur në vitet e 90-ta në hapësirat e ish Jugosllavisë. Andaj kemi dashur që këtë mini ekspozitë ta sjellim edhe në qytetin e Gjakovës, duke qenë të vetëdijshëm se ky qytet i bukur, ky qytet ikonik i Kosovës, ndoshta përjetoi tmerrët më të mëdha së bashku edhe me pejen në tërë rajonin e Dugazhinit. Ka mjaftuar për neve vetëm të shohim të shkatruara disa xhami emblematike të këtij qyteti, siç është xhamia e Adumit, pastaj qarshia e vjetër e Gjakovës, për të parë qëllimet dhe synimet shoviniste të okupatorit serb, të cilët u munduan të zhbinë çdo gjë që shqiptare. Mirë po, dëshira e Zotit ishte diçka tjetër nga ajo që synuan të tjerët, dhe ne sot, fal edhe gjakut të derdhur të bijve dhe të bijave tona, sot e gëzojmë lirinë dhe qëllimisht kemi dashur që me këto ekspozita ta përcjellim një mesazh tek brezi i ri që e kaluara jon kur të mos harrohet, por duke lutur Zotin e Madhërisëm që kur më të mos përsëritet. Ne si Bashkia Islame e Kosovës jemi përpjekur që qyteti i Gjakovës të jetë në epicentër të interesimit ton, sepse ju e dini se një pjesë e madhe e xhamive emblematike të vjetra të qytetit janë mermetuar pikërisht fal ndihmës dhe donacioneve nëpërmjet Bashkisë Islame të Kosovës nga shtetet mike siç është Turqia dhe të tjera. Prandaj urojmë që bashkëpunimi i frytshëm që është në mes Bashkisë Islame të Kosovës, respektivisht Këshillit të Gjakovës me Kuvendin Komunal të Gjakovës, të vazhdojë dhe më tutje, sepse është një histori e suksesi dhe është një rrugë, një shteg që duhet ta ndjekin edhe komuna të tjera. Unë edhe një herë nëpërmes kryetarit e falenderoj kryetarin Ardian Xhini për respektin e madh që ka treguar gjithmonë ndaj nesh. Dhe nuk duhet të harrojmë se në Gjakovë është djegur edhe Tejse Bektashiane, ku kanë pësuar manuskripte apo doshkrime me vlerë disa shekullore, siç është djegur edhe biblioteka e xhamisë së Adumit, dhe ka qenë një humbje e madhe edhe për krejt civilizimin njerëzor, dhe këtë e kanë shprehur edhe kokat më eminente të botës së shkencës, siç është Andrash Dëllmajeri, i cili ka bërë përpjekje titanike që pikërisht një prej akuzave të diktatorit Milošević të jetë pikërisht shkatërimi i trashëgimisë islame në Kosovë. Uroj që të mos shohim më kur shkatërime të tilla, por që Kosova të vazhdoj rrugëtimin që ka nisur drejt
Bashkimit Evropian edhe drejt shtigjeve ku të rinjtë tanë do të kenë rastin të vazhdojnë jetën të lirë edhe pa brenga. Ju falenderit.